Selam u hudh në bunar. Vlezrit e tij e hudhën në bunar, në pus, përfundoi i hudhur nga vlezrit e tij. Dhe u sprovua Jusufi alayhis salam me gruan e mbretit, e cila i mbylli dyert, i mbylli dritaret, i lëshoi perdet dhe tha: "Hejtelek." Këto janë sprova e hudhjes në bunar dhe sprova e mbylljes së dritareve dhe qëndrimit të vetmuar me një grua të huaj, e cila i ofron çdo gjë në haram dhe Allahut Azza wa Jall. Ibn Taymi e tha: cila sprova është më e madhe? Sprova në bunar apo sprova në vetmi me një femër të huaj? Cila sprova është më e madhe? Edhe atje në bunar duhet sabër. Edhe në sëmundje duhet sabër. Edhe në razvdekje duhet sabër. Mirë po, në momentin e parë që njerëzit do të ringjallen para Allahut Azza wa Jall në atë ditë të madhe, ku do të dalin me miliarda njerëz të zhveshur, të lakuricuar, të zbathur, pa asgjë në duart e tyre, në nxehtësinë e madhe të ditës së gjykimit, ku dielli është mbi kokat e tyre, do t'ju bëhet njerëzve pyetje e parë. Subhanallah. Çfarë rëndësie ka ky ibadet? Çfarë peshe ka ky ibadet? Çfarë vlere ka ky ibadet? Por gjithë jetën tënde, 50 vite, 70 vite, 100 vite, popujt më herët, 1000 vite, por gjithë atë jetë të gjatë, pyetje e parë e cila do t'i bëhet njeriu për martesë. A ban pyetje prindi: ai djali i cili e kërkon vajzën time, a e fal namazin? A shi xhamis? A ka frikë Allahun? A ka nder? A ka moral? A ka familje me vlerë dhe me nder? Apo pyetja e parë do t'jetë: çka punon? Sa e ka rrogën? Çfarë veture vozit? Çfarë shtëpi e ka? Falet? Nuk punon është problem i madh. Ama punon e nuk falet, nuk është problem fare. Hajtë se mund t'ja nisë të falet ma vonë. A jemi ne aty ku thot Allahu? A jemi ne afër asaj që thot morali? Përveç që zinaja i aprish familjen. Në sa raste zinaja njeriu i kthehet në familjen e tij. Ashtu si që tha poeti: ai i cili ban zina dikund me 2000 dirhem, do t'i kthehet në familjen e tij pa asnjë dirhem. Besimtari duhet ta ruan nderin, besimtari duhet ta mbron vetveten, besimtari duhet ta mbron familjen, besimtari duhet ta mbron imanin e vet, që mos vjen momenti ta takon Allahun Azza wa Jall në këtë gjendje.